Ministri i Mjedisit Sofjan Eupaj, ndërsa zhvilloi një vizitë në landfillin e Bajkaj, ku merr forë një nga investimet më të rëndësishme për menaxhimin e integruar në jug të vendit, sqaroi se projekti do të sigurojë zgjidhjen afatgjatë për trajtimin e mbetjeve për 12 bashki të qarkut Gjirokastër dhe zonës Vlora Jug, duke garantuar kapacitete përballuese deri në vitin 2020. Investimi i realizuar nga Ministria e Mjedisit me mbështetjen e Bashkimit Evropian në kuadër të projektit Bashkimi Evropian për Ekonominë Qarkulluese, programi rajonal i menaxhimit të mbetjeve, ka një vlerë totale për rreth 4,4 milion euro dhe synon modernizimin e plotë të sistemit ekzistues përmes ndërtimit të infrastrukturës së re, përmirësimit të qelizave të landfillit, rehabilitimit të sistemeve të ligjivjatit dhe biogazit, si dhe integrimit gradual të elementeve të ekonomisë qarkulluese, përfshirë riciklimin dhe kompostimin. Ky është një investim strategjik për jugun e Shqipërisë. Me këtë projekt ne jo vetëm rrisim kapacitetet të trajtimit të mbetjeve, por garantojmë standarde europiane, ulje të riskut mjedisor dhe një përgjigje të qëndrueshme ndaj rritjes sezonale të mbetjeve, veçanërisht nga flukset turistike, u shpreh ministri Eupaj. Ai shtoi se tashmë bashkitë nuk do të duhet të mbledhin vetëm mbetjet në qytete, por në zonat rurale, që është problematik e madhe. Shpeshherë sa herë kemi shira mbushen lumenjt me shishe plastike, ndërsa po të mblidhen mbetjet në zonat rurale, nuk do ta kemi këtë problem, deklaroi ministri. Zona Gjirokastër Vlorë Jug përfshin rreth 160.000 banor, ndërkohë që gjatë sezonit veror prodhimi i mbetjeve rritet ndjeshëm për shkak të intensitetit të turizmit në bashki si Saranda dhe Himara. Projekti parashikon zgjerimin dhe izolimin e qelizës së dytë të landfillit, përmirësimin e sistemit të trajtimit të ujërave të ndotura, menaxhimin e gazit të landfillit, si dhe pajisje të reja moderne operacionale. Sipas grafikut të parashikuar, faza e projektimit paraprak ka përfunduar në shkurt 2026, ndërsa projekti detajuar pritet të finalizohet në prill 2026. Procesi i tenderimit dhe kontraktimit parashikohet të zgjasë rreth 3 muaj, ndërsa zbatimi i punimeve do të nisë pas kontraktimit dhe do të zgjasë nga 18 deri në 24 muaj, duke garantuar përfundimin e ndërhyrjeve brenda afateve të planifikuara. Ndërhyrja përfshin gjithashtu ndërtimin e 3 stacioneve transferimi nëpërmjet Këlcyr, Tepelen me Malijej, si dhe Gjirokastër, Libohov, Dropull, si dhe rehabilitimin e 12 vend depozitimeve informale në gjithë zonën, duke përmirësuar ndjeshëm standardet mjedisore dhe shërbimin për qytetarët.